Përshëndetje miq, vazhdojmë me reagimin e rrallës. Sot duhet ndalen pak te diaspora dhe tek protesta. Me që kemi kohë që nuk kemi marrë me protestën më. Atëherë dy fjalë për diasporën. Sepse janë gjithë këto që vinë nga jashtë, domethënë që jetojnë jashtë shtetit, që kanë kohë që kanë ikur apo edhe ato që kanë ikur rishtas. Vinë këtu dhe flasin emër të diasporës. Ore, diaspora nuk përfaqësohet nga askush. Gjithë ata që vinë këtu flasin emër të vetes vet, jo në emër të diasporës. Është pak smundje shqiptare është kjo. Domethënë, diaspora nuk është një trup i unifikuar, i vetëm, i strukturuar, që ka vetëm një zë. Diaspora është fiks si që jemi ne këtu brenda Shqipëri. Gjithë secili me mendjen e vet, qeverin vete. Ka njerëz atje si këtu që janë me Ramën, ka që janë me Berishën, ka që janë me partitë e reja, ka që janë asnjënës. E kështu me radhë, por të vish tu të flasësh në emër të diasporës, është jo vetëm diabolike dhe shumë e djallëzuar, por është shumë qesharake, sepse ju që vini në emër diasporës flisni për veten e juaj. Ju profesioni vetëm veten e juaj. Nuk keni lidhje fare me diasporën. Diaspora është e shpërndar. Totalisht, nuk ka një zë apo nuk është një trup i unifikuar. Kurse sa për protestën, ku është protesta sot? Protesta sot ka degeneruar. Protesta sot ka shkuar në nivele rruge. Do me thënë, edhe kjo priteshe, filloi bukur, pat një masivitet në fillimet e veta, por tash ka degeneruar komplet. Është një protestë për mua jo vetëm absurde, por edhe shumë qesharake. Po ta shikosh me kërkesat që kanë. Domethënë aty mblidhen ja 50-100 veta dhe bëjnë kërkesa se kur a thua ti në shesh janë 95% e shqiptarëve. Domethënë, ai mikrofoni i hapur për të gjithë që tregon dhe dobësinë më të madhe të protestës, ai mikrofoni i hapur për të gjithë, sjell lloj budallaj të flasin protestë. Edhe kjo ndodh sepse nuk ka një strukturë mbrapa kësaj protestës. Prandaj e lën mikrofonin e hapur. Edhe me demek pretendojnë se do krijojnë ndonjë revolucion. Jo. Mikrofoni i hapur është dobësia më e madhe e protestës. Tregon që nuk ka një kokë. Ju nuk keni një kokë. Aty ka 500 fraksione të ndryshme. Ju nuk keni një kërkesë konkrete, po keni shumë kërkesa. Jeni 100 veta me 1000 kërkesa. A thua ju mbështesin 100% e shqiptarëve. Ju do rrëzoni qeverinë, do shkrini opozitën, do shkrini gjithë ato që mbështesin qeverinë. Kuptoni çfarë kërkesash absurde keni? Tërci vërci për ditë aty në shesh. Domethënë, a thuat çfarë përfaqësoni? Ju përfaqësoni thjesht veten e juaj si individ. Edhe ju nuk flisni në emër të popullit, siç janë ato të diasporës. Ju flisni në emër të atyre që ju paguajnë juve. As në emër të diasporës, as në emër të popullit nuk flet askush nga ju. Dakor? Domethënë është një protestë që po bëhet qesharake dhe duhet ndaloj sepse nuk konkludoi asgjë. Thjesht ka degeneruar. Dakor? Ju përshëndes deri në reagimin e rrallës.